Bashkimi Evropian po përpiqet të rikthejë vrullin e procesit të zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, ndërsa presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka paralajmëruar një turne diplomatik në të 6 vendet e rajonit gjatë kësaj jave. Vizita vjen në një moment kur Brukseli po kërkon të përshpejtojë proceset integruese dhe të forcojë praninë e tij politike në një rajon që vazhdon të mbetet me rëndësi strategjike për të ardhmen e kontinentit. Përmes këtij turi, Costa synon të riafirmojë angazhimin e Bashkimit Evropian ndaj perspektivës europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të inkurajojë avancimin e reformave që lidhen me sundimin e ligjit, demokracinë dhe zhvillimin ekonomik. Në një reagim publik në rrjetet sociale, Costa theksoi se momenti aktual paraqet një mundësi të rëndësishme për rajonin, duke bërë thirrje për veprim konkret. Momenti është aty, tani është koha për të vepruar, u shpreh ai duke nënvizuar se perspektiva e zgjerimit nuk është një premtim i largët politik, por një mundësi reale që mund të angazhojë të gjitha palët. Këtë javë do të vizitoj 6 partnerët tanë në Ballkanin Perëndimor. Vizita ime në rajon dërgon një sinjal të qartë. Angazhimi ynë në Ballkanin Perëndimor është real dhe po ashtu është reale edhe mundësia e zgjerimit. Gjatë qëndrimit në rajon, Costa pritet të zhvillojë takime me krerët e shteteve dhe qeverive ku në fokus do të jetë ecurja e proceseve integruese, zbatimi i reformave dhe sfidat që vazhdojnë të shoqërojnë rrugën drejt antarësimit në BE. Vizita konsiderohet si një sinjal politik i rëndësishëm nga Brukseli në një periudhë ku rajoni po përballet me sfida të shumta gjeopolitike dhe ku pritshmëritë për avancimin e procesit të integrimit evropian mbeten të larta. Për Bashkimin Evropian, stabiliteti dhe zhvillimi i Ballkanit Perëndimor vazhdojnë të jenë pjesë e vizionit për një Europë më të bashkuar dhe më të sigurt.